hajde t'i hyjmë drejtë në temë. Për më shumë se një dekadë, shkrimtari Liz Bukuroca ka qenë, le të themi, një zë kritik shumë i fortë për një nga institucionet më të debatuara në Kosovën e pas luftës. Dhe në këtë material do të shohim pikat kryesore të argumentit të tij rreth asaj që ai e quan një padrejtësi historike, gjykatën speciale. Dhe pikërisht këtu qëndron gjithçka. Kjo pyetje e vetme, retorike, e kap të gjithë thelbin e argumentit të tij. Është një pyetje tejet provokuese, e bërë në vitin 2020, e cila sfidon vetë themelet mbi të cilat u ndërtua kjo gjykatë. Ajo jep tonin gjithçkaje që do të shohim më pas. Pra, për çfarë po flasim saktësisht? Ja, këto janë dhomat e specializuara në Hage. Zyrtarisht, ato janë pjesë e sistemit gjykësor të Kosovës, por ndodhen jashtë vendit, e dini, për të gjykuar krime të rënda që supozohet se kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës. Mirëpo, nga këndvështrimi i autorit, vetë fakti që kjo gjykatë ekziston është një anomali, diçka që nuk lindi nga nevoja për drejtësi brenda vendit, por nga presioni politik. Atëherë, le të fillojmë nga fillimi, origjina e gjykatës. Për të kuptuar kritikën e autorit, duhet të kthehemi pikërisht aty ku nisi gjithçka, sepse sipas tij, vetë themelet janë, si të thuash, të kalbura. Dhe kjo është pika thelbësore e tij. Gjykata nuk lindi natyrshëm, nuk ishte një kërkesë e shoqërisë kosovare për të përballur me të kaluarën. Përkundrazi, ai këmbgul se ajo ndërtua mbi një narrativ të sajuar nga shërbimet sekrete serbe, e cila më pas u promovua ndërkombëtarisht me një qëllim të vetëm, për të njollosur luftën çlirimtare. Ja ku e kemi një shembull perfekt që e mbështet këtë ide. Menjëherë pasi doli raporti i Dick Martit, ai që praktikisht i hapi rrugën gjykatës, zëvendësprokurori serb për krime lufte nuk e fsheu fare gëzimin, dhe autori e përdor këtë citat si dëshmi kristal të qartë se kush në të vërtetë e shihte këtë si një fitore të madhe. Mirë, kjo na çon te pika tjetër, sepse autori nuk ndaret vetëm te kritika, ai ndërton një mbrojtje të fuqishme për vetë subjektin që kjo gjykatë synon të gjykojë, Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Pra, këtu kemi dy narrativa krejtësisht kundërta. Në njërin anë, akuza zyrtare që e paraqet UÇK-n si një lloj organizate kriminale, dhe në anën tjetër, kundërshtimi i fortë i autorit, i cili quan këto akuza një qëndrim fashist. Ai argumenton se kjo etiketa mafioze është thjesht një mjet propagande, një taktik klasike përdorur gjithmonë nga pushtuesit për të delegjitimuar rezistencën. Hajde t'i zbërthejmë pak këto pika. Autori dekonstrukton akuzat një nga një. Ai thotë se UÇK-ja bëri një luftë mbrojtëse brenda kufive të Kosovës. Financimi, sipas tij, erdhi nga diaspora, nga fondi Vendlindja Theret, jo nga krimi. Dhe këtu ai bën një dallim thelbësor. Lëvizjet kombëtare motivohen nga patriotizmi, kurse mafia nga paraja. Për të, këto dy gjëra nuk mund të ekzistojnë bashkë. Tani, pjesa vërtet interesante është se kritika e autorit nuk ndalet tek të huajt apo të Serbia. Jo, kritikat e tij më të ashpra, në fakt, ai drejton nga brenda, drejt politikanëve kosovar që lejuan krimin e kësaj gjykate. Dhe ai përdor një metaforë vërtet të fuqishme për këtë: mazokizëm politik. Ideja që një parlament me vullnet të lirë voton për të krijuar një mekanizëm që do të gjykojë luftën e tij çlirimtare, dhe këtë e bën bazuar në akuzat e ish-pushtuesit. Për autorin ky është një akt i pashpjegueshëm vetë shkatrimi. Ky ishte justifikimi zyrtar që dëgjohej aso kohe. Liderët, siç ishte kryeministri i atëhershëm Isa Mustafa, argumentonin se gjykata do ta pastronte imazhin e UÇK-s dhe do t'u jepte fund spekulimeve një herë e mirë. Por autori këtë e hedh poshtë. Për të, ky arsyetim është naiv në rastin më të mirë, ose demagogjik në rastin më të keq, sepse siç thot ai, gjykatat nuk janë lavatriçe. Ato janë aty për të dënuar, pik. Pra, cili është verdikti i tij për këtë lider? Shumë i ashpër. Ai nuk shep ndonjë idealizëm aty, por një kombinim toksik motivesh personale, dobësi përballë presionit ndërkombëtar, egocentrizëm dhe një dëshirë për të ruajtur pushtetin personal, duke u dukur konstruktiv dhe të përdorshëm para të huajve. Dhe kjo në sjellte pjesa më dramatike e analizës së tij, tek kthesa e pabesueshme që ndodhi vite më vonë, një akt që autori e përshkruan si kulmin e hipokrizisë politike. Le ta ndjekim pak këtë kronologji sepse është vërtet e jashtëzakonshme. Mendoje pak. Në 2015, partitë kryesore, PDK dhe LDK, janë arkitektët e gjykatës. Ata e votojnë, e bëjnë ligj. 8 vjet më vonë, po të njëjtat parti dalin në rrugë dhe protestojnë kundër krijesës së tyre. Dhe ish-kryeministri Mustafa
arkitekti kryesor shprehet se i vjen keq që shëndeti nuk e lejon të protestojë kundër vendimit të tij. Për autorin kjo është prova supreme e një klase politike totalisht pa parime. Dhe kjo imazh e kap tamam atë që autori do të thotë. Ai e sheh këtë si një lloj teatri absurd, një pafytyrësi epokale, ku politikanët thjesht ndërrojnë maskat sipas interesit të momentit, duke shpresuar që kujtesa e njerëzve të jetë e shkurtër. Për të përshkruar këtë fenomen, autori shpik një fjalë të re, kurvokraci, e përkufizon si një sistem ku parimet janë të këmbyeshme, ku tradhtia ndaj interesit publik mbulohet me retorik patriotike dhe ku i vetmi ligj i pashkruar është interesi personal. Dhe tani vim te pasojat. Cili është dëmja fatgjatë i gjithë kësaj, sipas autorit? Pamja që ai pikturon, duhet thënë, është tejet e zymt. Sepse për autorin, rezultati final i gjithë kësaj historie nuk është as pastrimi dhe as drejtësia. Përkundrazi, është një shtet me imazh të dëmtuar ndërkombëtarisht, me besim të shkatruar te institucionet e veta dhe një popull i lënë në një gjendje konfuzioni total, pa ditur më këtë besoj. Dhe kjo shkon edhe më thellë. Sipas tij, ky kaos nuk është rastësi. Ai argumenton se agjentët serb kanë depërtuar kudo, nga mediat deri te institucionet më të larta, dhe qëllimi i tyre strategjik, thot ai, është të krijojnë kaos total, duke e bërë të vërtetën të paqartë dhe duke i bërë shqiptarët të dyshojnë te heronjët e tyre, duke kthyer patriotët kundër patriotëve. Dhe ky citat ndoshta e përmbledh më së miri gjithë neverinë e tij. Absurdi i të themeluarit të një gjykate në Prishtinë dhe pastaj protestës kundër saj në Tiranë, kjo kap gjithë dëshpërimin dhe përbuzimin e tij për atë që ai e përshkruan si një rrëmuj të plot politike. Dhe e mbyllim me këto. Vjen nga një poezi e tij, një pyetje që mbetet pezull. Ajo kap dilemën qendrore që ai shtron, dualitetin e një klase politike që, sipas tij, luan role të dyfishta, duke lënë një komp të tërë të pyesë ku qëndron e vërteta dhe kush është kush në të vërtetë.